Makina luksoze, veshje të kushtueshme me aksesor të shtrenjtë, po bën gjithnjë më të pranishëm, ege në mbrëmjen e minimaturës, përtej pamjes, specialistët nga shqetësimi se kjo prirje linget tek mendikimi që rrjetet sociale ushtrojnë të rinjt, veçanërisht në një moshë kur ata janë në kërkim të identitetit e pranimit nga të tjerët. Në një intervistë personale televizion, psikologja Bona Mikli u shpreh se fenomeni i luksit të ekspozuar në mbrëmjet e minimaturës është më i thellë se sa duket në pamje të parë. Sipas saj, mosha 13-15 vjeç është një periudhë e rëndësishme tranzicioni, gjatë së cilës adoleshentët janë në kërkim të identitetit të tyre e ndikojnë lehtësisht nga midisi që i rrethon. Ky fenomen, sidomos nëse bëhet fjalë për moshën 14-15 vjeç, pra minimatur, problemi është akoma dhe më i thellë, sepse duhet kuptojmë që adoleshenca, pra të qenë adoleshent është një periudhë që ti kalon nga periudha e të qenurit fëmijë tek një tranzicion i të qenurit i rritur. Pra është një tranzicion i caktuar, kështu që në këtë rast është shumë e rëndësishme dhe unë e them, unë jam vetë prind, unë kam 3 fëmijë edhe i kam parë në tranzicionin e tyre të qenurit 13, 14, 15 ose 18, 19, 20. Por është shumë e rëndësishme për të kuptuar mesazhet që marrin adoleshentët tanë sot. Unë mendoj që ritmi i jetës sot, sidomos për prindrit, është shumë i shpejt. Pra, prindrit sot janë shumë të fokusuar tek puna, ose bëjnë shumë punë, bëjnë 2, 3, 4 punë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që prindrit nuk kanë kohë për fëmijët e tyre, për të kaluar me fëmijët e tyre, për të dëgjuar jo vetëm sukseset e tyre, por për dëgjuar edhe shqetësimet e tyre, edhe shkurajimet e tyre, edhe dështimet e tyre, sepse sidomos mosha 13, 14, 15 kalon një lloj tranzicioni të caktuar për të kuptuar kush jam unë, kush është identiteti im, çfarë më bën mua që të jem unike. Edhe nëse një prind nuk ndalon për të kuptuar, për të afirmuar ëndrat, për të afirmuar dhuntit, talentet e fëmijës së tyre, e di se çfarë do bëj ai adoleshent që është 13, 14, 15, atë afirmimin që nuk e gjen tek prindrit e tyre, tek prindri vet, do e gjej tek shokët, tek shoqet, tek mediat sociale, kështu që do marrë një informacion të gabuar rreth vetes vet. Dhe do filloj të bëj kompromis me identitetin e vet, pra në mënyrë që të marrë një like në Instagram, një like në TikTok, një follower, edhe fillon dhe bën disa gjëra për sidomos kur ka shembuj jo të mirë. Sipas psikologës Bona Mikli, mungesa e komunikimit të vazhdueshëm mes prindërve e fëmijëve bën që shumë adoleshent të kërkojnë vlerësim e modele të shoqëria apo rrjete sociale në përpjekje për të fituar vëmendjen, pëlqime e ndjekës. Jo herë ata krijojnë standarde të rreme për suksesin e bukurinë, duke lidhur vlerën personale me imazhin që shfaqin para të tjerëve.